që do prodhoj dinamik është konkurenca e krimit e bandave me njëra tjetrën. Dhe kjo mund shpërthej vetëm ditën kur këtu do vritet, mund të haj kot një politikan i rëndësishëm nga zhorancës. Larg qoftë. Berat. U futën edhe në studio, për mduket. Narkomafjas. Shiko, është halka ma e dobët e Shqipërisë në gjithë zinxhirin, e pastaj është aja thonë, ato në zinxhiri është i fortë sa është halka ma e dobët, aja pjesa ma e dobët e saj. Pra, ka kohë që krimi është strukturor në Shqipëri, dhe më thonë është madje përkeqardhje situata. Këtë mund është edhe me pa, nuk është nevojë as me raportu, bële ajo e Arubës më duket ma shumë për mjedhon tonë egzotike, se unë nuk di pse ka nevojë me shku në Aruba atje për mu taku, për me marrë një vendim për Shqipëri, dhe më thonë. Ose një pjesë eksponente jetojnë andej. Artur Sheu, jeton Miami, çanta janë Florida. Po. Tingëllën me zos tingëllën edhe ma seksi, dhe më thonë kanë shku atje si Leonardo dhe gjitha gjanat, se tash na këtu jemi, raportojmë çdo ditë, flasim çdo ditë që bën pazare edhe le të themi në ministri edhe në kryeministri. Se do të më shku atje më morë vesh, përveç nëse kanë pasë edhe me punë tjetër atje me bërë. Ai sinaloas në kryeministri shko, fai ka bëj libër, thotë. Pra s'ka nevojë më shku atje për mi përfundu këto hesape. Do të thonë, tash, ajo që ka mundësi që edhe nuk pajtona pak me gazetarin, se i lexova me vëmendjet, është pak doza raciste ndoshta sa i përket shqiptarëve, se e kishte një tirad që është shqiptarët gjithandej janë, si më thonë. Ore mi thonë, një mësim për ju e kemi marrë, se nuk e shpjekim ne këtë... E thot ai. E thot, në intervistën 3 minuta. Ja janë nxënësit del më i mirë se mësues. Si do qoftë, dhe më thonë se kur i ndëgjën këto ligjeratat prej perëndimit, ka pak sidomos për Italisë, është pak të nalësh e thu, heja, folum pak edhe për ty, se dhe ju nuk... E thot ai, ndrageta shqiptare, shqiptarët me këtë rritë mund t'i kalojnë, po vazhdojnë të kenë ndrageta, e thot. Po për ndryshe në vitin 2025, me ekzistu se edhe shkullaku në gjova me vëmendje, jo vetëm tash, dhe më thonë, këso fisësh edhe këso entitetesh, si më thonë, jo shtetërore që bojnë ligjin, kjo është përkeqardhje, dhe më thonë, me një shtet që synon që thot jemi disa vite larg prej Bashkimit Evropian, kur ka fise që thojnë na bojmë ligjin filan rajoni, na bojmë... Janë banda, s'është vetëm fisët. Dhe më thonë, entitete. Nuk gjithesh do të kryetar bashkie, deputet... Po, kjo është... S'ke mbështetje natyre. Kjo është e frikshme për një shoqëni, dhe më thonë, për një shoqëni që, a din qysh, kur e ki një ministër inteligencë artificiale, pastaj e ki edhe një entitet që t'ja t'i dhush, ape vetë edhe që t'shoqen që e ki djellën, që ka po thot djella për këto që i përmendi shkullaku. Pra, e t'mershme, vetëm me diskutu për këta, se këto problemet që ne po i diskutojmë këtu, kanë qenë evidente në pjesën më të madhe, në pjesë të Evropës, po i kanë tejkalu, do të thonë janë marginalizuar, ato ekzistojnë dikon në margjina shoqërore, po jo, domethënë strumbullore. Jo shtetërore. Jo, kisha vdek me ditë, domethënë, kush janë kon ministra që atje nëse u kon dikush, domethënë, kush janë ata ministra që kanë marrë pjesë aty ku janë nda qoftë ndërtesa. Ka pak rëndësi, e sigurt që i ke punë ditësh. Okej, fantastik është. E pastaj nëse ka edhe përgjime, kjo është. Jo, ka përgjime, ka fotografi, ka dosje belge, në Belgjik për shembull dosje shmeniciale, ka dhe EA aty për shembull. EA. Po. Zyrtari i lartë i kryeministrisë. Nuk është çështja se kush ka qenë, se thash në Shqipëri gjithë kanë qenë përfshim. Edhe kjo që citove vende të tjera në botë, është pamundur, se dakord. Ka narkoshtete, ka vende ku krimi që mund mos jetë vetëm margjina, mund të jetë edhe domethënës. Bën hapa drejt qendrës, po mund të jetë domethënës. Çështja është ku policia një vendi me gjithë premtimin që ka bërë kryeministri, u bëja 3-4 vjet që ka bërë premtimin që ne brenda një viti do zbardhim vrasin. Është zhduk një njeri. Po. Jo, ka dhënë urdhë. Është zhduk një njeri, ka thonë ta zbardh. Brenda vitit ta keni përgjigje kush e ka vrarë ose ku është? Për 3 muaj. Ervis Martin. Po, ka dhënë afat. Tash mundet një shtet ja, me inteligjencë artificiale që do hym bëhe, që LK bën me gojë hapur, që ka të merru Putinin që do vendosi për paqen në Ukrainë, mos bëri dot një vrasje në territorit vet. Shikosh. Pra Edi Rama ka satelitin Albania 1, ka satelitin Albania 2, ka diellën, dhe nuk gjen dot, nuk zbar dot një vrasje në Shqipëri, kaq. Struktura. Po flas për vrasje të tjera, po them këtë që ka dalë vetë me zë dhe figurë, se këtu ka plot që nuk kanë zbar. Është vetëm edhe një shtet tjetër. Vetëm arsye është që ai e di
ose të gjithë e dinë dhe nuk e don njëri ta thonë. Siç e dinë dhe familjarët e atë viktimës se kush e ka. Ka qenë shkrimi New York Timesit para Ata disa. që kanë vrarë janë shpërblyer. Ka qenë shkrimi New York Timesit para do kohë, kemi lexuar gjithë për Serbinë, domethënë se Serbia. Po. Pak a shumë, Abdin, Shqipërisë në këtë drejtim vetëm Serbia mund t'ja kaloj, domethënë se atje ki edhe grupe të organizuar prej kishës, për ekipe të futbollit, pra është goxha më komplekse situata dhe në futboll janë full të këtu. Se di. Ja, më së mundë, jo seriozini për tifo. Ata kanë bërë luftë në Bosnë me ekipet të futbollit në Kosovë, domethënë paramilitarët të Zvezdës, të Partizanit ata. Po, pra po them, domethënë është pak e frikshme. Ne për luftë nuk jemi. Jo, e vërtet është. E vërtet. Mos i krahason këtë aspekt. Po. Edhe pse po të fundit me kur rrit pak mirëqenia i komunim Shqipëri të fol pak edhe për luftë. Luftojnë në Mitrovic, vina më thon. Ja vesës lufton Mitrovic. Ne luftojmë me njërin tjetrin, jemi shumë mirë. Po ironin humorin onash. Në 2019 edhe ti edhe unë kemi qenë gati me luftu Mitrovic. Tash e kemi në Rumeni. Po ta heqën në Rumeni. Është rrit mirëqenia. E mori Prishtina në territorin kontroll. Tash sa s'keni më nevojë. Kështu që pak, si më thonë, është gjëna, dhe më thonë, tash e poshtë doktorin, s'më du me fajsu, apsas pak, po këtyne gjonave ju ipet përgjigje politike. Dhe më thonë, kjo stërkeqje, kjo, dhe më thonë, plogështi shoqënore, ku ti dorëzohesh para njerëzve të fort, njerëzve që nuk kanë, dhe më thonë, në ligjë nuk e shehat institucion paralel. Qa mundesh me bë? Qa mundesh me bë? Shoqëni tjera, këto puni kanë zgjidhur me rrugë. Si? Gjermania, Hitleri, më zgjidhi me rrugë. Jo, ata kanë bombarduar. Italia, ata kanë me rrugë. I kanë zgjidhur shoqërit, po jo Bullgaria, Rumania, këto i kanë zgjidhur me rrugë, me protesta, u kall Bullgaria, domethënë, sepse ka qenë një shkrim në New York Times, fal. Bullgaria nuk ka pas regjim. Ja, dëgjom. Shkrimi i New York Timesit, i los ata që po na ndjekin, le ta marrin fillimin e shkrimit. Fillimi i shkrimit ka qenë kështu. Gjitha shtetet e kanë mafinë e vetë, vetëm Bullgari mafia ka shtetin e vetë. Dhe më kështu ka qenë lidi shkrimit. Po flasë për vitin 2006, aty dikun. Dhe më thonë, tash, pa ka shumë kështu, se nësë mujna më thonë tash, që është ma kesë sa Bullgaria që ka qenë. Bullgaria ka qenë e frikshme. Jo, Bullgaria ka qenë e frikshme. Bullgaria, votën e lirë nuk e prek. Ja, ka prek çdo gjë, domethënë. Bullgaria ka prek çdo gjë. Bullgaria do dëgjoj. Bullgaria dhe Çekia, nuk kemi pse bëjmë krahasim. Po s'kemi pse bëjmë krahasim. Çështja është në një vend ku një pushtet kontrollon, dhe këtu bim dakord se mund se pastaj policin, drejtsin, parlamentin, pushtetin lokal, mediat, bizneset më të mëdha të vendit, dhe gjithçka nuk mundet shoqëria mundet. Po s'mundet. Mundet shkolla. E patëm rastin tash nuk po du më lëshu në nivel të kuriozitetë. Ne palëzoj një organizëm. Po ka lidhje. Po tash ti domethënë jashtëzakonisht fatalistin këtë drejtim. Po ti morëm çantat të dalim prej. Ç'a bën Gjermanët kundër nazizmit? Tash ti s'është nazizëm këtë. Mos është ofendim për nazizmin, domethënë se do krahasime s'bën shkolla. Jo. Do krahasime s'bën. Po them që të shoqëri përballë dhunës shtetërore, përballë kapjes shtetit e kanë vështirë me reagu. Imagjino shoqëri si shoqëria shqiptare ku nuk ka shoqëri civile, shumë më ndryshe nga Kosova, ku nuk ka sindikata, ku nuk ka as media, pra çdo antikorp, çdo trup i ndërmjetëm mes pushtetit dhe qytetarëve nuk ekziston. Nuk ekziston. Dhe Prifti dhe Hoxha thonë çfarë thotë Edi Rama. A kupton? Nuk ka më pjesë ndërmjetme, më thuaj ti një intelektual, një prokuror, një polic, ku diun, që bën një akt në Shqipëri. Po që jep dorëheqjen përballë krimit. Po, e vërtet. Fakt.